Brikena Selmani, një nga hyrjet që nuk kaloi pa u vënë re në shtëpinë e Big Brother VIP Albania, që në momentin e parë të futjes së saj në shtëpi, Brikena Selmani arriti të tërheqë vëmendjen e publikut. 25 vjeçarja, e cila mban titullin Miss Grand Kosovo 2025, u komentua gjerësisht jo vetëm për pamjen dhe stilin, por edhe për një moment që u bë viral në rrjetet sociale. Kur u pyet se sa gjuhë flet, ajo u përgjigj: "Të Kosovës dhe Shqip", një deklaratë që ndesi debat dhe humor dhe reagime të shumta online. Por përtej virales, Brikena ka një histori që afron me publikun. Para se të hynte në botën e modelingut dhe konkurseve të bukurisë, ajo ka punuar për rreth 3 vite si arkëtare në një supermarket. Madje sipas saj është vlerësuar si arkëtarja më e mirë, duke treguar një anë të përkushtuar dhe punëtore, larg klisheve të zakonshme të një misi. Me hyrjen e saj në Big Brother VIP, Brikena tregoi se nuk ka ardhur vetëm për estetik. Ajo është shpreh hapur se është gati të përballet me provokimet dhe situata të forta, duke e bërë të qartë se nuk është tip që tërhiqet lehtë. Deklaratat e saj sugjerojnë një karakter konkurrues dhe të drejtë për drejtë, që mund të sjellë dinamika interesante brenda shtëpisë. Për sa i përket jetës sentimentale, Brikena konfirmoi se ka hyrë singull në program dhe partneri ideal për të do të ishte shqiptar. Kjo deklaratë, siç pritej, ndezi menjëherë kurreshtin e publikut dhe banorëve të tjerë, duke hapur terren për njohje të reja gjatë rrugtimit të saj. Fraza që ajo përdori në prezantim u kthye menjëherë në një nga më të komentuarat: "Flaka ime dikë do e djeg dhe dikë do e ngro." Një deklaratë që la të kuptohet se Brikena është e hapur për emocione, por edhe për përplasje, në varësi të mënyrës se si do t'i afrohen të tjerët, e qetë në paraqitje por me ambicie të dukshme. Brikena Selmani duket se synon të ndërtojë një profil të fortë brenda shtëpisë, duke kombinuar bukurinë, historinë personale dhe guximin për të thënë atë që mendon. Mbetet për të parë nëse flaka e saj do të ngrohë apo do të djegë gjatë rrugtimit të Big Brother VIP. Por një gjë është e sigurt, ajo tashmë ka arritur të marrë vëmendjen që kërkon çdo banor në këtë lojë.